Jemi rikthyer në rrugë të Shikus në këtë pjesë, pra në pjesën e dytë do të flasim për ngjarjet e aktualitetit, të cilën lidhen përgjithsisht me botën e krimit, në vendin tonë lidhen me botën e krimit dhe me spakun. Të ftuar në studio është zonja Klodiana Lala, faleminderit shumë zonja Klodi, Zoti Semsi Premçi, ekspert ish drejtues i lartë në Policinë e Shtetit. Semsi, faleminderit. Kemë dhe kolegët Ferdinand Derviçi dhe Gjovair Zhabina, faleminderit shumë. Kalojmë me njërë të pjesa e parë, cila ishte me interes të madh, kishte kontekst, kishte ngjarjen, për shkak se është kthyer në vëmendje të njerëzve çështja e Ervis Martinajt, nga që babait i Mustafa Martinaj ka dëshmuar në GKK, ku ka deklaruar që djali i tij është vrarë. Pse po dëshmon Mustafa Martinaj dhe çfarë ka thënë konkretisht? Klodi, fillojmë me jo. Dhe mbetemi te kjo pikë si një moment mjaft i rëndësishëm, ka shumë kohë ku Vis Martinaj është zhdukur dhe i ati për të dytë tani ndoshta, po më fort deklaron në gjykat që djali i tij është vrarë. Mund do të di përveç ç'tha dhe babai, pse ai e di që është vrarë. Plus pse ishte thirrur e tjera. Zoti Mustafa Martinaj nuk ishte në proces penal në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ai erdhi aty me qëllim që të dëshmonte në procesin që lidhet me sekuestrimin e pasurive. Mund të kemi foto, po, të zotit... Jo vetëm pasuri që janë në pronësi të Mustafa Martinajt, por edhe të birit të tij Ervis Martinaj dhe personave të bashklidhur. Në këtë kuadër, prokuroria kishte kërkuar dëshminë e Mustafa Martinaj dhe patjetër që palët kanë të drejtën të sjellin argumentat e tyre për të provuar që pasuria është e ligjshme, sepse këtë pretendoi gjatë gjithë kohës Mustafa Martinaj. Dita e sotme ishte e treta në radhë që ai paraqitej për të dëshmuar, por dy herë të tjera nuk ishte arritur dot të rrëfehej përpara gjykatës së posaçme dhe sot arriti të jepte dëshminë e tij. Në thelb dëshmia lidhej me faktin që ai u përpoq të binte gjykatën që e gjithë pasuria e sekuestruar është pasuri që rrjedh nga burime të ligjshme dhe tha që ka që nga viti i largët 97 që ka qenë, pra fillimisht ka punuar si zyrtar në institucione të ndryshme, më pas i ka hyrë rrugës së biznesit dhe pretendoi që ka punuar si kambist, por edhe me pika të këmbimit valutor të ndryshme dhe ka patur ekskluzivitete dhe për këtë arsye pretendoi se ka patur edhe pra mundësi të mëdha financiare për të justifikuar pasurinë e tij dhe për këtë arsye ai u përpoq që të sqaronte këtë pjesë, por nga ana tjetër nuk la pa prekur edhe zhdukjen e të birit dhe pretendoi të paktën në gjykatë që djali i tij nuk jeton më dhe tha që mua më vjen turp që vi përpara gjykatës dhe nuk pyetem për zhdukjen e djalit dhe për vdekjen e djalit, por pyetem për recka dhe për beton. Dhe në fakt pa dhënë detajet më teshme, ai tha që familja e tij është persekutuar si pas zotit Mustafa Martinaj, sepse që pas zhdukjes së të birit në gusht të vitit 2022, ka patur të paktën 23 kontrole nga ana e policisë së shtetit, me idenë, duke lënë nënkuptohet që policia dyshonte që ai edhe mund të ishte gjallë. Unë kam pyetur personalisht kur doli jashtë, se çfarë informacioni kishte marrë nga autoritetet lidhur me hetimin për zhdukjen e të birit, ai tha që unë nuk luaj bigjos, pra duke nënkuptuar që nuk luaj bigjos me jetën e tim biri, por tha që nuk është një përgjigje që mund ta japun, duhet ta japin autoritetet. Në fakt, unë kam një pikë pyetje ose një kritik në lidhje me autoritetet shqiptare, mendoj që nuk kanë bërë sa duhet sa i përket hetimit të rastit për zhdukjen e Ervis Martinajt dhe për vrasjen e Brillant Martinaj. Për shembull, sot që flasim, nuk është pyetur ende babai i Brillant Martinaj lidhur me ngjarjen e ndodhur te mbikalimi i Fushkrujës. Pra, një prokurori e cila ka një masakër me 3 të vrarë, Brillant Martinaj dhe 2 miqtë e tij dhe babai i vet nuk ka dhënë asnjë shpjegim dhe nuk është thirrur për të pyetur lidhje me konflikte që mund të kishte i biri, me dyshime që mund të ketë ai, me dhënat që mund të ketë siguruar. E para, e dyta, nuk është marrë një dëshmi detajuar pavarësisht se është dënuar jeton Lami, ish shoqëruesi Ervis Martinaj dhe ish oficer i forcës posaçme operacionale dhe që mendoj është kutia e Pandorës në atë histori, nuk është marrë një dëshmi e detajuar. Unë di që jeton Lami përpara se të zhdukej pranë kohën që zhdukur Ervis Martinaj ka shkuar në familjen e tij dhe ka patur biseda me familjarët, sigurisht ai nuk ka treguar të vërtetën dhe mendoj që në qoftë se ai do të kishte folur që në momentet e para Ervis Martinaj, prafati Ervis Martinaj do të ishte zgjitur. Dia ma ka mësuar sfundmi që ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Gledis Nano nuk e ka takuar
jeton lamin vetëm në zyrën e tij, por e ka takuar edhe në ambientet e paraburgimit, aty ku mendohet që ai ka marrë të dhëna sa i përket fatit të zhdukjes së Ervis Martinajt. Dhe në këtë kuadër, duke qenë se SPAK e ka edhe subjekt procedimit penal, duhet patjetër që t'i thras këto persona, t'i marrë në pyetje dhe ta tërheq dosjen nga Prokuroria e Lezhës, sepse Prokuroria e Lezhës nuk mendoi që ka kapacitetet e duhura për të bërë një hetim të një natyre që lidhet me zhdukjen e Ervis Martinajt. Kjo për shkak kompleksitetit të çështjes, për shkak të shumësisë së grupeve kriminale, janë paktën 5 grupime kriminale, të cilat mendohet që janë përfshirë në zhdukjen e tij, ama një gjë është e sigurt, Ervis Martinaj, sipas ose të paktën familja pretendon që nuk jeton më, sepse xhaxha i vet pretendon që vetëm pak minuta përpara se komunikimi me të ndërpritej, ai ka patur bisedë me të, i ka dërguar mesazh dhe i ka thënë po kthehet në banesë dhe pikërisht kur ai ka shkruar për ta pyetur, telefoni i tij dhe ai mesazh që është në telefonin e Faik Martinajt nuk është marrë nga ana autoriteteve. Kështu që në këtë aspekt familja Martinaj ka të drejtë të di fatin e të birit, por po ashtu të mësoj edhe për vrasjen e Brillant Martinajt. Pavarësisht kush ishte Ervis Martinajt, pavarësisht që ai ishte i përfshirë në konfliktet e lërave të fatit, ishte në përplasje me shumë grupime kriminale, ishte i përfshirë në krim të organizuar, po pavarësisht profilit që ai kishte, patjetër që zhdukja e tij mund të zbardhë më pas jo vetëm shumë ngjarje kriminale, por në një farë mënyre mund të zgjidhë edhe ato konfliktet të cilat janë të hapura. Pra pak a shumë kjo ishte gjithçka që ndodhi në gjykatën e posaçme. Sa i përket fatit të Ervis Martinajt, autoritetet nuk kanë thënë asgjë, për SPAK-un ai është një pandehur për krime të rënda, ndërkohë që për Prokurorinë e Lezhës është një person i cili rezulton i zhdukur të paktën për momentin, sepse ka dhe një vendim të gjykatës që i ka shpallur të zhdukur, më pas duhet shpallet i vdekur që të kalojnë dhe interesat pasuror dhe pjesa e të dhënave që lidhen me fëmijët, me kujtestarinë e tjera me radhë. Jam shumë okej me gjithë ato situati, por në botën ku ne jetojmë, në botën e vjetër, po dhe atë moderne, ka patur rastet pa numërta që nuk zbulohen. Jo, mund të mos zbardhen, zoti Rakipi, patjetër, por ama që prokuroria, të lutem, prokuroria... Jo, se ka një gjë. Babai Brillant Martinajt ka marrë një mesazh nga NIP-i përpara se ai të humbiste kontaktet përfundimtare. Si është e mundur që nuk është thirrur deri në këto momente nga prokuroria për të pyetur? Dhe këto pretendime i ngre familja Martinaj. E dyta, zoti Martinaj tha sot në seancë që unë kam ardhur dhe kam folur, ju nuk keni patur asnjë sinjalizim. Unë dua sërish të flas për këtë çështje. Pra familja mendoi që ka të dhëna dhe autoritetet kanë qëndruar pasive për të marrë informacion prej tyre. Këtë po them. A mund të ndodhë që ajo ngjarje të mos zbardhe? Mund të ndodhë në gjithë vendet e botës që ka persona të zhdukur dhe 30 dhe 40 dhe 50 vjet. Rasti një gruaje në Amerikë u zbardh para safro 50 vjetësh. Vetëm pak muaj më parë ishte kryefjalë e mediave në Amerikë. Nuk po them këtë, po them që nuk janë bërë përpjekje fare. Pra ne kemi një ish oficer të forcës së posaçme operacionale që 10 ditë më parë, të lutem, 10 ditë më parë, rahu një oficer policie në Kamës dhe ndërkohë nuk merret në pyetje për rastin e Ervis Martinajt. Ndërkohë që është po i njëjti oficer policie që është i fundi që ka kontaktuar me Brillant Martinajt përpara se ai të vritet. Këtë po them. Pavarësisht profilit që Ervis Martinaj ishte një person, jo, për ta sqaruar se Ervis Martinaj ishte një person i futur thellë në krim të organizuar, mund të dënohej për krimet që kishte kryer, ama duhet të ketë një hetim serioz për zhdukjen e tij. Jemi okej. Zoti Prençi, ju si eksperti, keni qenë ekspert i lartë në policinë e shtetit. Kanë kaluar kaq vite nga zhdukja e Ervis Martinajt. Ç'është për ju kjo? Mund t'i thoni njerëzve me 5 fjali çfarë ti mendon? Unë mendoj që vrasja e Ervis Martinit është vrasje shtetërore. Se ti ja jedh pak gjithmonë shtetit të... Jo, e ka vrash... Një njeri shumë i drejtë, po ja jedh dhe shtetit. Jo, se... A i veten... Nuk ja jedh shtetit... Nuk ka faja i për vrasjen të ati, vetëm... Shiko. Vrasje shtetërore, në shpikpamje. Lutëm. Jo, okej. Ko më parë, Ervis Martini është kërcënuar drejt për zgjedhje nga kryeministri i Shqipërisë. Të dim targën, të dim makinën, të dim çfarë bën. Dhe ndërkohë që pak përpara ka patur një konflikt. Konfliktin e ka patur edhe me biznesmen të fuqishëm të Shqipërisë, e ka pas edhe me familjen kryeministërore për lojrat e fatit, që i bënin presion për t'i marrë përqindjet e biznesit të lojrave të fatit. Kjo dihet publikisht.
Dhe në momentin që qohet kryeministri i Shqipërisë dhe e kërcënon, që të dim targën, dim që atë banë, të thotë që se kryeministri nuk u ka thënë të gjithëve botës krimit, as kujt nuk i ka thënë. Ndaj dhe unë mendoj që kjo vrasje do jetë shumë e vështirë për të zbuluar nga shteti, Ka një moment por do ta zbaloj. kërcënuar kryeministri. Më fal, urdhë? Është kërcënuar kryeministri nga. Jo. Unë kështu e di. Jo. Thotë mos gaboj. Kërcënimi, shiko, Jo, Ervis Martina shkoi të banonte afër shkoj të banonte, po filës së kryeministrit në Surrey. Kjo do sqaruar se Koncepti kërcënim, kjo shiko. shkoi banonte. E thonë të gjithë gabim. Si e thonë të gjithë E thonë të gabim? gjithë E gabim. pranon familja vetë Ferdinand? Edhe një herë. Babai dhe Ata mbarojnë. familja. Lodi, Ata mbarojnë. Po mbaroj, dini se po e thua mbarojnë, gabim. po se kanë mbaruar, pra, se kanë mbaruar. Se thua Po ta gabim. them, e thua kanë fundin. gjithë gabim. Jo pra, na e sqaro Po me e kanë që se gjithë, ti ta sqarojmë, pra, është që ka marrë atje, është marrë përpara se të vinte vila, e të ndërtoje vila E Edi Ramës, bunkeri e e Edi Ramës. Dhe është brapa përpara. kodrës, nuk ka asnjë lidhje. Jo 400 metra, jo, po me çfarë do hithe, me raket. Por çfarë lidhje, ç'po thua se kuptoj dot. Cili është gabimi? Gabimi Jetonte është shumë afër që mor vitës së vila Edi afër dhe Ramës. të qellojë me snajper. Ore zotri, kush e tak këtë gjë më çfarë ku e ke dëgjuar këtë se na çudite? Do na Pra, le. është e gjitha e stisur, nuk ka asnjë Kush është lidhje. e stisur? Ervis Martina i banonte pranë Edi Ramës në Surrey. Jo, Edi Rama erdhi Lodi. banonte Po çfarë si e ka jetonin gjitur, erdhi njëri erdhi tjetri, jetonin Lodi. gjitur ata zotri. Po do na Kjo është fakt. Do na lejoni ti Po jo pra se thu është gabim. Tani- Jo, kjo është fakt. Do na lejoni. Ne pranoj. Zoti Presi, Se po bëjmë një debat komplet Zoti jo. Presi, Do na lejoni ti çon dy fjali deri në fund, pastaj do Ja, zoti Presi. Po me qënë se hyri si pyk, Ferdinand, Ta mbaroj, ta mbaroj. sqaroja. Është një gjë fryrë Pra, kohë. Ervis Martini në këtë pikë pamje. Po dhe tani që të themi që një njeri mirënsishëm i botës krimit e ka vrarë Edi Rama tani nuk ka byth të mbaj tani, kupton? Shiko. Kush e tha? Se të hajde ta themi, e ka vrarë dhe Sali Berisha, e ka vrarë dhe Donald Trumpi dhe hajde mbaron film. Ylli. Po zjedh. Kupto nëse Hajde, vazhdojmë. Nëse një personazh i botës krimit i përmendet emri publikisht nga zyrtarët e lartë të shtetit, do të thotë që ti e ke vënë në tabelqitje qoftë nga shteti, qoftë nga personat e tjerë të botës krimit. Unë nuk thash se e ka morë automatikon Edi Rama apo një ministër i brendshëm dhe e ka vrarë. Pastaj unë e lidh me një problem tjetër. Ndërkohë që kishte kohë që Ervis Martini u zhduk, në prezantimin e drejtorit përgjithshëm të policisë të asaj kohe, Muhamet Romullaku, kryeministri i Shqipërisë ka thënë, këtë e kam riprodhim të saktë, ose gjeni të gjallë dhe vjeni në pranga, ose gjeni të vdekur dhe thoni ka vdekur. Nuk tha kryeministri, po e gjetët të vdekur, gjeni kush e ka vrarë, dhe ata të vrasit qoni në pranga. Pra që ka do të thotë që kjo është një shpreje e kryeministrit me dy standarde. Unë nuk pajtohem si njëri që kam punuar një jetë në policinë e shtetit, unë nuk mund të prajnohem që kryeministri i Shqipërisë të merret me luftën kundër krimit. Ai harton politika zbashku me kabinetin qeveritar, po taktikat për ta kërkuar një person të humbur, të shpallur të humbur, personazhi i shpallur në kërkim ndërkombëtar apo në kërkim brenda vendit, e i ndërton policia e shtetit. Dhe vim tek afati ligjor. U deklaru që brenda 100 ditëve do të hedhim dritë mbi këtë krim të rënd, mbi këtë humbje, mbi këtë zhdukje të një personazhi të Dhe se ka kaluar nga kjo kohë? Po kanë kaluar Thuaj se 4 vjetë. 1000 ditë, më shumë, 1200 ditë. Ndërkohë që kur erdhi kryeministër Taulant Balla, unë e mbaj mend shprehje në konferencë për Brendshëm, jo kryeministër. Janë ndodh. ministër. Ministri i Brendshëm, I se brendshëm. kryeministër. Po kryeministër edhe nga drejt, bon rolin e kryeministrit, lapsus, sekretarit i grupit parlamentar. Lapsus i pranohet. S'ka problem. Tashti, kur erdhi ministri i brendshëm Taulant Balla, tha një shprehje që e keni fiksuar gjithë ju gazetarët, tha ne tha shpejt do prononcohemi publikisht për fatin e Ervis Martinit. Pra se e dim tha fatin e Ervis Martinit, tha dhe do të prononcohemi shumë shpejt. Kanë kaluar, janë ndruar dhe 3 ministra tjerë pas Taulant Ballës dhe sot e kësaj dite nuk kemi. E dyta, unë e lidh me një ngjarje shumë të rëndësishme Ylli. Ka ndodhur një ngjarje kriminale për të cilën policia ka zirë, një ngjarje ndodhi në bregun e Lumit Matit, dhe një ngjarje ndodhi tek Tegu, që u lidhen dhe thonin është dora e Ervis Martinit, ose e njerëzve të Ervis Martinit, që u ngatru një makinë, u plagosën 3 fëmijë, ishte makina që ngjasonte me makinën e djalit të një ish biznesmeni. Përse vinë këta? Biznesmeni, jo ish. Biznesmeni, dhe. Po. Pra që ka do të thotë që edhe ata që kanë dorë, edhe ata që janë implikuar në këto veprimtari kriminale, normalisht ndjen të shqetësuar, sepse
Unë nuk ndjehemi shqetësuar, ju nuk ndjeheni shqetësuar, për sa kohë nuk keni dorë në këtë veprimtari. Të tjerët që kanë dorë dhe janë të implikuar në këtë veprimtari dhe kanë patur konflikte pronësie apo probleme tjera, normalisht policia e shtetit i ka të evidentuar këta, sipas informacioneve që ka të evidentuar këto konflikte. Dhe ka hetuar për këtë problem. Ndoshta mundët që element në strukturët e policisë ta dinë edhe fatin e Vis Martinit. Ndaj edhe unë jap të drejtë babait, i cili deri në vitin 1997 ka qenë drejtori i Bankës së Kurbinit, i cili ka ushtruar një aktivitet biznesi të ligjshëm, të tatushëm, edhe Vis Martini që ka ushtruar aktivitetin, edhe në lojrat e fatit për pjesën më të madhe të paktën dihet që ka dokumenta që ka paguar taksat dhe tatimet, normalisht pjesa e pasurisë si takon që të veprohet në konform ligjit. Ato pjesë që janë vendosur në rrugë të pandershme dhe të paligjshme, të sekuestrohen, të konfiskohen pas një procesi transparent dhe gjyqësor të ndershëm, kurse pjesa tjetër që kanë buruar dhe janë ngritur mbi bazën e një aktiviteti biznesi të taksueshëm nga organet fiskale në Shqipëri, normalisht që duhet t'i kthehen në kohën e duhur, siç kanë bërë për të tjerët. Ne kemi grupe kriminale të strukturuar të cilët janë kthyer brenda 10 muajve, janë kthyer grattaciela, janë kthyer resorte turistike, janë kthyer gjithçka. Çuditërisht. Pra do të thotë që ngadalësimi, zvarritja e problemit të kthimit të pronave, do të thotë që ka dorë shteti, se shteti kur don e mbyll procedurën siç e ka mbyllur nga Saranda deri në Shkodër, va ka kthyer pronat. Qartë. A ka përmendur Mustafa Martinaj emrat e personave që mendon që kanë vrarë birin, me që se do t'i kanë vrarë, ose të aludoj? Kemi? Jo. Jo? Ai në fakt thotë që unë kam dhënë prova, kam dhënë dëshmi, kam dhënë emra konkret, kam dhënë koordinata. Ka dhënë dhe emra? Paktën ai kështu pretendon. Mendoj që familja e di fatin e Vis Martinit. Në një farë mënyrë ata e din fatin e tij dhe ai paktën e ka thënë me gojën e tij që dyshon që i biri është vrarë dhe i kërkojnë, po ajo që dua të them unë është që me vrasjen e Vis Martinajt prej 4 vitesh në këndvështrimin tim bëhet politik, është gjithmonë interesante kjo zhdukje e Vis Martinajt gjithmonë për politikën, sa herë një politikan, një ministri, ish ministrit brendshëm Taulant Balla jepej mundësia për të folur për këtë çështje pasi dhe gazetarët kishin shumë interes, ai nuk nguronte të jepte përgjigje, madje duke njoftuar se ishin shumë shpejt dhe do të kishin një qëndrim publik për këtë çështje. Në këndvështrim, pjesa tjetër që në këndvështrimin tim është shqetësuese është që babai i tij deklaron që ka koordinata, ka emra, ka prova për këtë çështje dhe kjo çështje nuk merret në konsiderat nga prokuroria e posaçme, e cila ka të gjitha mundësitë për ta hetuar një çështje të tillë. Pse kjo nuk është në prokurorinë e posaçme? Nuk është në prokurorinë e posaçme, hetohet nga fillimisht është hetuar nga prokuroria e Kurbinit, më pas nga prokuroria e Lezhës. Kjo tregon dhe kjo tregon që sa serioz mos u përpit kapesh në një se edhe bëjmë tani live. Kjo tregon që sa serioz janë institucionet tona në hetimin e kësaj çështje. Në këndvështrimin tim për disa arsye, sepse kjo dosje prek shumë grupe kriminale, Klodi e tha që të interesuar për eliminimin e tij janë të paktën 5 grupe, ka konflikte të vjetra, lidhje policore, pasi edhe të gjithë ne kemi pasur informacione dhe indicie për ndikimin e madh të tij në policinë e shtetit, madje kolegë të caktuar kanë folur edhe për listë pagesa të policisë së shtetit, Vis Martinaj bënte pagesa ndaj policisë së shtetit, dhe interesa shumë të mëdha në lojrat e fatit. Kështu që kjo e komplikon në këndvështrimin tim, e komplikon shumë hetimin, sepse duke patur kaq shumë interesa, është shumë ndërlikuar. Edhe e vërteta, edhe interesi për të shkuar te e vërteta kanë përshtypjen nuk e duan shumë persona, duke shkuar që nga institucionet deri te grupe interesi. Domethënë nuk ka interes për të zbardhur, thua ti, një pjesë. Ska interes shtetit do ta zbulojë bota e krimit. Është punuar Ferdinandin? shumë keq që në fillim. Pra, duket se ku ka një sabotim të mirë organizuar, që ajo ngjarje të mbetet në errësirë. Në mendimin tim dhe në informacionin që unë kam, nuk është një ngjarje që mund të fshihet, sepse personat atë ditë që janë marrë, që kanë organizuar rrëmbimin e tij, nuk janë 1 e 2. Mund të jenë dhe 100, mund të jenë dhe 200. Janë aq shumë dhe kanë qenë aq shumë, sa është shumë e vështirë që ti në të ardhme të mos dali kush nga këta
i kapur në mënyrë apo në tjetër, të mos ketë ndryshuar një raport politik apo politika me biznesin e tjere, mos të thyet një diçka dhe të mbyllet. Pra është një ngjarje shumë e madhe për të fshehur. Ajo që ne vëmë re është që policia shkoi me vonesë për të bërë hetimin për të ngjarje. U vajt në një vil, ku mendohej se ishte rrëmbyer, u bë dhe një hetim nga këto të kriminalistikës, laboratorit kriminalistik, ekspertët, suqet gjë. Pastaj pam që e mori prokuroria e Laçit, tani Klodi thot që e paska marrë dhe e Leshës. Tani, kjo është prokuroria e Laçit. Prokuroria e Turbinit dhe ka kaluar Lezhë. Kjo nuk është një çështje që ta marri një prokurori atje ma tanë sepse Ervis Martinajn e shtypi makina. Nuk e ka shtypur makina. E di gjithkush që Ervis Martinaj është viktim e jo vetëm një grupi të krimit të organizuar, por e një dhe disa grupeve që përbënin pra forcën më të madhe në atë kohë të krimit të organizuar në Shqipëri. Ky është ajo që çalon në këtë histori. Çalon shumë. Dhe një detaj tjetër që personat që kanë bërë gjitha të organizim atë ditë me pesh me bandën e fushkrujës, kanë qenë gjithë veshur me uniforma policie. Është rënd kjo gjë. Kanë qenë aq të organizuar sa me aq njerëz sa kishin ata dhe ato makina që kishin ata në dispozicion atë ditë mund vinin të pushtonin parlamentin e Shqipërisë. Dhe gjithë këtë ne duhet ta mbulojmë. A mund mbulohet? Jo. Unë them se nuk do mbulohet, dikur do plas. Edhe një gjë tjetër. Në periudhën kur është zhdukur Ervis Martinaj, ka qenë një aplikacion që këta flisnin, jo Encrociati dhe ajo tjetra, ka qenë një tjetër, që është thyer dhe ai. Dhe nëse do gjenden tabulatet telefonike apo do zbardhen bisedat e asaj periudhe, në dienin time prokuroria Spaku ka marrë diçka nga këto përgjime, atëherë mund të ecet përpara dhe të zbardhet kjo ngjarje, nëse gjithmonë do kemi dhe një dëshirë për ta zbardhur, se deri tani nuk e kemi dëshirën për ta zbardhur. Zoti Prençi, diçka doni të thoshit ju? Jo, unë thash që në kryetarës që kjo ngjarje do zbulohet, po do të zbulohet nga bota e krimit, kur të jenë prishur raportet e konglomeratit kriminal të bashkuar për të ekzekutuar Ervis Martinin. Do ketë prishje raportash dhe do ta nxjerrin. Shteti për momentin nuk është i interesuar, të paktën ky shtet nuk është i interesuar, sepse fshihen shumë interesa dhe shumë lojra në të cilën ka patur, mos themi ka pas drejt për drejti, sepse nuk është e re të thomi që ka bashkëpunuar politikën. Madje në atë periudhë është folur që paratë e Ervis Martinajt mund të përdoren në zgjedhje nga opozita. Shumë parate, shumë ta që ka ky. Aludojshin aty dhe... Aludoj, po kjo është në rëndë, kur vjen puna të votat, tu së fal njeri. Jo, ishte, se më kujtojët mua. E litin me... Tani 2022 s'ka pas zgjedhje. Jo vetëm për zgjedhjet, por përdorimi parave gjithë lidhej me dikë, me një figurë shumë të rëndësishme, ishte gruaja... Nëse... Patin 2021 dhe kishte ca efekte, patin ca përplasje. Klodi që do të thotë. Po ka lidhje. Unë e kam thënë dhe nëse ka një gazetar që është marrë me këtë çështje dhe si autori lajmit, jam marrë dhe vjoj të merrem. Problemi është që... Është këtu, Klodi, që lutem, njerëzit e bandave janë herë me njërën parti, herë me tjetëri. Jo. Tani mjafton që është konfliktin që kishte Ervis Martinaj për të kuptuar peshën që kishte ai në krim të organizuar. Dhe përsa ko ka disa grupime kriminale që janë bashkuar së bashku në këndvështrimin tim për të zhdukur Ervis Martinajn, pa tjetër që kjo nuk mund bëhet pa mbështetje politike. Dhe pa tjetër dhe kur thuhet mbështetje politike apo mbështetje shtetërore, nënkuptohet që mund të jenë segmentet caktuara të policisë, të cilët mund të kenë të hapur rrugën, mund të kenë zhdukur provat e tjera me radhë. A kemi në përgjigje pse makina e Ervis Martinajt, makina e blinduar u gjetë e hapur në rrugën Durrës Kukës? S'kemi shpjegim deri sot. Sepse ka qënë në afërsi të Repsit dhe askush nuk jep shpjegim. A kemi ne shpjegime se si Ervis Martinaj doli përpara se të zhdukej nga një pallat pas qendrës Ring ku banonin njerëz të rëndësishëm të drejtësisë dhe që presupozot ishte i rrëtur? Ne s'kemi sot shpjegim. A kemi ne shpjegim për të gjitha takime që kanë patur krerë të grupeve kriminale dhe kanë tentuar edhe intriga brenda llojit për këtë çështje? Ne s'kemi shpjegim.
autoritetet mund të kenë se kanë kufjet e përgjimit në vesh. Pa tjetër që kjo ngjarje mund të zbardhet vetëm në një formë, vetëm me një të penduar. Unë e kam thënë dhe njëherë, po e ri përsëris. Një personazh shumë i rëndësishëm i krimit organizuar ka kërkuar mbrojtje dhe nuk i është dhënë nga shteti shqiptar. Për cilat arsye, le ta shpjegojnë autoritetet. Dhe ka kërkuar mbrojtje për ta shfaqsuar nga gjitha akuzat e tjera, për t'i garantuar familjen dhe të tregonte fatin e Ervis Martinajt. Nuk e ka një mbrojtje. Se përse ta shpjegojnë ministrat, ish-ministrat e tjerë me radhë. Unë nuk marr përsipër dot të komentoj këtë gjë sepse nuk i di si kanë shkuar bisedimet. Por ama në kohën që eksponent të caktuar të qeverisë pretendonin që mund të jepnin përgjigje për fatin e Ervis Martinajt, kishte një sinjalizim për një të penduar drejtësisë. Kjo është mundësia e vetme. Lodi, më fal, kjo ka një domethënie tjetër shumë të madhe. Fakti që nuk i jepet mbrojtje një personi që ka kërkuar të dëshmojë rreth fatit Ervis Martinajt, mbrojtjen nuk e jep qeveria. Si thoni ju. Ju e dini shumë mirë tani mos fshihemi pas gishtit. Champions Liga e krimit organizuar është bashkuar për zhdukur Ervis Martinajt. Shumë e Po ta thjeshtë. mbaroj fjalin. Po pra. Mbrojtjen ja jep prokuroria e posaçme dhe gjykata, nuk ja jep ministri dhe prandaj këtë po them. Po duhet të shkojë dikush te gjykata dhe te prokuroria, apo jo. Duhet ta sinjalizojë policia institucionet. Kjo është akoma më keq që ndikimin politika e ka deri te prokurori dhe te gjykati që të mos japin as statusin e të penduarit dhe t'i garantojnë mbrojtjen unë edhe ju e di shumë mirë që kjo ngjarje zgjidhet vetëm me të penduar. Nuk ka asnjë provë tjetër që mund ta zgjidhë këtë ngjarje. Po, kur të shprishen balancat e këtyre grupimeve, të përplasen me njëri tjetrin dhe ndoshta në atë kohë do kenë ndryshuar dhe balancat politike. Dhe atëherë mund të kemi sepse unë vazhdoj patjetër që kam një lloj rezerve deri ditën e fundit sa të provohet e kundërta. Por fakti që deri tani, pavarësisht kërkimeve, nuk ka një gjurmë, duket sikur Ervis Martinaj dhe familja pretendon që është vrarë dhe bën përgjegjëse politikën familja e vet. Dhe ju e dini këtë gjë, babai pavarësisht se sot refuzoi të fliste publikisht, por në gjykatë tha që djali im nuk jeton më shqip, më qartë nuk kishte si ta thoshte. Megjithatë, kjo është një ngjarje që ndoshta do dojë dhe shumë kohë që ose mund të dojë kohë të përjetshme. Patjetër mund edhe të mos zbardhet fare. Një gjë, duhet kuptoj. Kemi Eduard Belegun, kemi shtukje tjera që nuk janë zbardhur. Për këtë ngjarje ka pasur 100 apo 200 njerëz të organizuar, një pjesë veshur me uniforma policia që janë marrë me këtë punë dhe që e din shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Ka pas edhe ky disa njerëz me vete, që kanë qenë pak në 3 makina që ka shkuar Visma, apo 4 makina që ka shkuar atje te këtij vendi ku e kanë marrë. Pra, është një numër shumë i madh personash që e din. Këta persona, që janë 100, 200 apo 300, a e kanë folë dhe me disa të tjerë? Ja, pra, kemi rreth 1000 veta që din detaje. Mua më shkruajnë her pas here dhe më sjellin detaje njerëz pa njohur anonim nga kjo ngjarje. Më shkruajnë detaje që kur i shikon dhe i peshon me atë çfarë ka ndodhur duken të besueshme. Kështu që një ditë ka për të plasur kjo histori, nuk bëhet, nuk është se ka bërë një person i vetëm. Ngjarjet kriminale të pazbardhura, që kanë shkuar gjatë ose që nuk janë zbuluar fare, kanë nga mbrapa një autor të vetëm. Kur ndodh me një autor të vetëm, jo zotëri, kjo është me 200. Nuk ka mundësi, do pëlcas një ditë. Atëherë ne mbetemi te pistat, hipotezat, këto që u thanë paka shumë kush ishte interesuar për këtë vrasje, dhe me dyshimin që ka apo s'ka interes, edhe ka dhe s'ka interes për të zbardhur zhdukjen e Martinat, por do të interes për të varrosur çështjen. Ne do të jemi në vijim, do të shikojmë, do të ndjekim si ngjarje, si proces, si shpesh dhe linte dhe zhvillohet për shembull momente që babai i tij shkon në thith në gjykatë ose në prokurori e tjera, pra në mënyrë si thuaç aksidentale shfaqet dhe rishfaqet kjo ngjarje dhe kaq. Mbetet në një errësirë të plotë. Tani do të ndalim pak minuta në ç'po ndodh me hetimet për Akshin. Ish drejtoresha e Akshit, Mirlinda Kërçanaj, është paraqitur në SPAK për ndryshimin e masës saj të sigurisë. Zhabina i pari, çfarë po ndodh me hetimet e dosjes së Akshit? Kërçanaj doli vetë në një intervistë televizive dhe ja la përgjegjësinë të tjerëve, kryesisht Daniel Çimës, ja la përgjegjësinë në drejtorit.
Po kjo vetë ishte drejtoresh. Po ka një problem. Ndërkohë kemi edhe një moment tjetër ku është thirrur një biznesmen, Gentian Likaj, që është ky që thirret, njëri i ri. Ti dhe Lala do të ndihmoni. Po, Zoja Karçanaj deklaroi që ka deleguar firmën e saj sa i takon prokurimeve që kryeshin në Aksh, por Daniel Shima ka qenë aty për një periudhë të caktuar kohë, ndërsa Zoja Karçanaj ka qenë drejtoreshe e Akshit rreth 12 vite, kështu që sa ka qenë Shima? Shima ndoshta nga 2018 deri në 2000 ka qenë për 5 vite ose 6 vite ndoshta në total. 22. Nuk di ta them fiks kohën që ai ka qenë në numri 2 i Akshit. Por Zoja Karçanaj sigurisht është në drejtën e saj për të mbrojtur veten në raport me këtë çështje. Ajo ka qenë pas ndryshimit masës sigurisë është paraqitur sepse ka detyrime për të paraqitur në prokurinë e posaçme. Ka qëndruar vetëm pak minuta, por sigurisht që ajo mund të rikthehet për shkak të zhvillimeve që ka në këtë dosje. Ndërsa interesant gjatë kësaj jave ka qenë paraqitja në prokuri e shtetasit Gentian Likaj, i cili është një ndër biznesmenët që ka përfituar po them më shumë nga tenderat e Akshit, në të shtrirë këto në vite, mund të llogaritën rreth 45 milion euro të fituar nga tenderat e Akshit, dhe në dosjen e prokurisë së posaçme, ky shtetas ka dy episode të rëndësishme që kanë të bëjnë me dy procedura prokurimi. E para ka të bëjë me implementimin e desktopëve virtual pranë aviacionit civil. Dua të shtoj këtu zoti Rakipi që Gentian Likaj sipas prokurisë së posaçme. Jo, sekond, ky është njeri i thirrur tani, çfarë është ky? Gentian Likaj është një ndër përfituesit e tenderave të Akshit dhe është bashkëtuesi i motrës së Ermal Beqirajt, i cili sipas prokurisë së posaçme është një ndër personat kryesor të funksionimit të grupit të Akshit. Kështu që ai është thirrur në dy momente del ai në vendimin për caktimin e masës sigurisë, që ka të bëjë me implementimin e desktopëve virtual, është një tender në vlerën e rreth 1.2 milion eurove që është fituar nga ky i fundit, dhe po them problemi në këtë rast sipas prokurisë së posaçme ka të bëjë me kushtet që janë krijuar kompanisë së këtij personi për ta fituar këtë tender, pasi te ky tender ka qenë kriter kryesor pajisja e punonjësve me certifikat të sigurie CSP, edhe pse projekti nuk kishte natyrën për ta klasifikuar këtë çështje, dhe dyshohet që në këtë formë është favorizuar kompania e këtij personi. Dhe dyshohet që një ndihmë të rëndësishme në këtë tender janë certifikata e sigurisë që lëshohen nga institucion tjetër siç është Aksiku, i cili lëshon këto certifikata, po them në bazë të dyshimeve që ka prokuria e posaçme, ja heq njëri biznes dhe pastaj ja vendos një biznesi tjetër, duke bërë të mundur kështu një kriter një herë kualifikues edhe një herë skualifikues. Por kjo çështje, po them, veprimet e Aksiku deri në këtë moment ne nuk i kemi të hetuara nga ana e prokurisë së posaçme. Ndërsa ky biznesmen ka përfituar dhe një tender tjetër që ka të bëjë me mirëmbajtjen e një sistemi pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave. Dhe në këtë tender janë paraqitur dy kompani, kompania Fastech dhe kompania Communication Progress që është e Gentian Likajt. Fastechu nuk ka dorëzuar asnjë dokumentacion në këtë procedurë, çka sipas prokurisë së posaçme është e gjitha fiktive dhe në marrëveshje mes këtyre bizneseve. Paka shumë kjo është skema ku është i përfshirë Gentian Likaj, e thash pak më parë që sipas Spakut është edhe bashkëshorti apo bashkëtuesi i motrës Ermal Beqirajt, i cili është një person i shpallur në kërkim nga prokuria e posaçme. Lala? Po tani në lidhje me zonjën Karçanaj nuk kam çfarë them, sepse zonja doli dhe tha që ne si gazetarë nuk i kishim dhënë mundësinë që të fliste, ne ishim fabrikues lajmesh dhe ndërkohë ajo kishte shumë për të thënë, por nuk na e sqaroi dot. Ndërkohë që kur ne i vum mikrofonin dhe që në fakt ja kemi dhënë mundësinë gjithmonë, duke qenë se pyetjet nuk ishin me regji, sigurisht që zonja nuk mund të përgjigjej. Përpjekja e saj për ta kaluar përgjegjësinë te Daniel Shima mu duk një përpjekje dëshpëruar, patjetër që Daniel Shima ka qenë pjesë e strukturës dhe është duke u hetuar
dhe gjykata e posaçme apelit e ka orientuar SPAK-un për të hetuar atë për aktivitetin e vet që ka patur brenda akshit, po ashtu ka orientuar për të hetuar edhe disa zyrtarë të tjerë, sikurse është Emirton Sulli e tjerë me radhë, të cilët kanë folur për tendera të përcaktuar. Ajo çfarë unë mendoj është që çfarë ne dim deri më tani për akshin është vetëm maja e icebergut. Historia e aferës së akshit është një histori që përfshin shumë personazhe dhe përtej milionave të parave, përtej biznesmenëve të marrë peng, të cilët nuk janë një, janë disa, dhe përtej fakti që ato janë detyruar të paguajnë shuma në formën e gjobës, mendoj se janë një sër institucionesh të tjera të përfshira. Për shembull, sot që flasim, prokuroria e posaçme ka shtrirë hetimin në kadastër, sepse ka prona të kaluar në kundërshtim me ligjin dhe të regjistruar në emër të personave të dyshuar apo të bashkëlidhur me ta, sikurse është rasti i Ergys Agasit. Është shtrirë hetimi në Aksik, që është një institucion në këndvështrimin tim, ka qenë nën kontrollin e Ergys Agasit segmentet caktuar këtij institucioni, që në mënyrë selektive ju hishin licencat apo nuk pajisin kompanitë caktuara sepse ishte kriter skualifikues për të marrë pjesë në tendera. Janë të pohetohen disa institucione të tjera, të cilat kanë pasur lidhje të drejt për drejt me aktivitetin e akshit. Kështu që në këtë aspekt, besoj që do të ketë të tjerë emra dhe të tjerë personazhe të cilët mund shkojnë në akuzë apo ndoshta edhe në masa të tjera sigurie. Çfarë mua më shqetëson personalisht, por edhe duhet shqetësoj opinionin publik shqiptar, ka të bëjë me faktin se ku janë sot të dhënat sensitive të qytetarëve shqiptar. Grupi kriminal i akshit ka aksesuar sistemin TIMS, grupi kriminal i akshit ka pasur të gjithë të dhënat e Këshillit Lart Gjyqësor apo të dosjeve hetimore, ka patur të dhënat e kadastrës, të institucioneve më të rëndësishme në vend. Dhe prokuroria, përtej pjesës që ka të bëjë me abuzimet financiare, me paracaktimin e tendrave, rrëmbimin e biznesmenëve, kërcënimin e tyre, do duhet të hetojë edhe pjesën që lidhet me të dhënat personale. Tjetra, ne kemi pasur një komision të prokurimit publik, i cili normalisht merrej me ankesat e biznesmenëve. Unë e kam përmendur në emisionin Kronos, zoti Trnova në mos gabohet, ka qenë një ndër personat i cili ka pranuar të tërheq ankesat e Gerond Meqes, ndërkohë që aksioneri tjetër ose ortaku tjetër nuk kishte bërë kërkesë për tërheqje dhe ka haptazi minimalisht shpërdorim të detyrës. Dhe ende nuk kemi parë një marrje të tij në përgjegjësi penale. Pra, historia e akshit nuk është një histori që mbyllet me Ergys Agasin dhe me Ermal Beqirin. Ato patjetër kanë qenë njerëzit që kanë drejtuar ose përmes shantazhit, dhunës e tjerë atë strukturë kriminale, kështu dyshohet paktën deri më tani nga ana e prokurorisë, por janë një sër zyrtarësh të tjerë dhe funksionarësh të tjerë publik në institucione të ndryshme të cilët kanë bërë kërdin në këtë vend. Kështu që në këtë aspekt mendoj që janë një sër institucione zinxhir, që nga Komisioni i Prokurimit Publik, që nga Komisioni i Ankesave, që nga mënyra se si janë dorëzuar dokumentat e tendrave, që duhet hetohet. Dhe historia e akshit nuk duhet nisi vetëm me momentin e rrëmbimit të Gerond Meqes. Unë mendoj që duhet filloj nga aja deri tek zhoja, të hetohen të gjithë tendrat, sepse aty dhe çfarë puna është bërë, zotri, se mirë që janë zhdukur miliona dhe janë marrë miliona. Çfarë puna është bërë aty? Ditë na thot njëri? Unë nuk di. Unë dy gjëra do them për akshin. Është institucioni i vetëm që organi i prokurorisë së posaçme, SPAK, ka ngritur akuzë për grup të strukturuar kriminal. Sepse hetimet paraprake nxirrshin në dritë një bashkëpunim të përpikt në raport me veprën penale që kryhej. Dhe atë që ka gjetur SPAK-u është se termat e referencës për të gjitha prokurimet që bëheshin në aksh nuk hartoheshin në godinën e akshit. Qartë. Hartoheshin në një zyrë në qendër Tiranës, ku mblidheshin dhe kush nuk pranonte rregullat, kërcënohej, rrifi me grushta, dhunohej dhe detyroheshin derisa të shkoshin atje ku kishin pikëtuar për ta quar tenderin. Kjo është një domethënie shumë e madhe dhe pikërisht për këtë arsye SPAK-u ka ngritur akuzë për grup të strukturuar kriminal. Jemi për të parë bashkë këtu, po ne vazhdimisht kemi diskutuar këtë si problematik. Jemi te kjo pikë që tani është... Jo, Mirlinda Karçanaj ka edhe një biznesmen i njohur, Entian Lika, lidhur brenda këtij grupi. Kemi vetëm ka një problem. Mirlinda Karçanaj nuk ishte një persone që nuk e njihte administratën publike. Po, sigurisht. Ishte drejtoresha IT-s në Bashkinë e Tiranës
gjatë gjithë kohës që ka qenë kryetar bashkie kryeministri aktual, ndërkohë për 13 vite drejtore e përgjithshme e Akshit. Pa çka do të thotë që nuk mund të thotë ai që unë kam pas hequr dorë nga administrimi i parës publike, sepse titullari i organit është përgjegjës. Përpjekje dëshpëruar, zoti i Preqi. A ishte komplet përpjekje dëshpëruar, sepse minimalisht ka shpërdorim detyre dhe pa aftësi, neglizhencë, minimalisht. Në drejtësi... Jo njërë që faktet flasin komplet të kundërton. Në drejtësi tendenca për justifikim për liq fajsin, dhe ajo ra mbrenda. Absolutisht. Ajo intervist publike e zonjës Karçanaj në fakt ishte vetë inkriminimi pastër. Jo, mund ta marrim edhe të mirëqenë këtë që zonja Karçanaj e ka deleguar firmën e saj, por ka një problem tjetër madhor që kam përshtypjen që nuk na e zgjidh as hetimi i prokurisë së posaçme deri tani. Të lutem shumë. Në mënyrë kategorike nuk e parashikon ligji delegimin e kompetencave për përdorimin e fondeve. Jam dakord. Është e përcaktuar në këtë instancë. Domethënë drejt. Po them e marrim të mirëqenë. Kërkoj ndjes. Zonja Karçanaj. Po nuk lejohet. Ka një problem shumë të madh kjo çështje, duke qenë që po edhe hetimi i prokurisë së posaçme shoh që nuk ka shumë detaje te kjo çështje. Në fund fare kush i buxheton këto para? Se dakord këto të KVO-s u çmendën. Kush i buxheton? Ai buxheton drejtoresha e përgjithshme e Akshit që është në varësi të kryeministrit. Në vijim do jemi vazhdimisht në proces. Të them dhe një gjysmëfjalie tek KPP-ja. Dhe diçka tek KPP-ja për të thënë që KPP-ja ka bërë edhe një tjetër shkelje, sepse Geron Meçe pas rrëmbimit të tij dhe pas lirimit nga pengmarrësit ka bërë diçka tjetër. Pasi është tërhequr nga ankimimet e tij, ka dërguar një email ditën e nesërme drejt KPP-s ku ka kërkuar që të mos merret në konsiderat ankimimi i tij ose rrëzimi i ankimimit, për shkak se i Albania e tij ishte hakeruar. As kjo nuk është marrë në konsiderat nga KPP-ja dhe këtu ka një tjetër shkelje të këtij institucioni i cili sipas Klodit është në hetim. Ka dy momente tani që duhen parë. Del kryeministri e thotë ky njeriu thotë është pa shtëpi thotë. Del Spaku dhe i nxjerr një tuf me shtëpi plazh etj. Del kjo tani na thotë ja kisha deleguar Shimës. Por ne kemi një përgjim aty, që është me video, që thotë Ergys Agasi kësaj Karçanajt, këtë tenderin 2 milion, mos u mërzit se thotë këtë 2 milion euro e bëjmë 4. Sikur kishte parë xhepi. Pra, vërtet mund t'ja ketë deleguar këtij Shimës. Ky Shima kishte edhe gallat tjetër, ky shoqëroi edhe me Gardën e Republikës. Habitshin njerëzit për Tiranë, ora ky njeriu i Akshit, pse shoqërohet nga Garda e Republikës? Në çuditëra në këtë shtet. Atëre, nga ky moment ne largohemi dhe kemi një avokati i popullit ka kërkuar mbylljen e 5 burgjeve. Çfarë do të thënë këtë se kuptoj mirë unë? Do mbyllen burgjet. Cila është mbylljen e 5 burgjeve për shkak të kusheve të degraduara dhe shkeljes së drejtave të njeriut. Dhe bet për të parë kjo, dhe kjo se është vërtet bravo i qoftë avokatit popullit. Janë degraduar realisht. Avokatin e kemi në një ka ndodhur që jemi përplasur, domethënë kur ka qenë politikanë gjitha, po qoftë i kanë ngritur këto probleme, kemi një problem vërtet serioz. Për cilat burgje bëhet fjalë dhe cila është gjendja konkrete e avokatit popullit. Kush i pari më flet mua, ti ke qenë ekspert dhe ti. Po s'ka problem. Atëre, po. Ideja është që me sa pash unë listën e burgjeve në burgjet e Kosovës së Veriut. Pra në Shqipëri ne kemi 2 lloje. Cilat janë këto burgje njëherë? Janë Berendit dhe Mundi Regjia. Kosova, Lushnja, Kuksi, Mine Peza dhe 313. 313 ashtu. I madhi po atë. Një reparti A. Pra ideja është që këto janë burgjet ndërtuara në një periudhë para 100 vjetësh apo kohën e komunizmit. 100 vjet? Po, kohën e komunizmit, po diun, afërsisht po shkohen në 300 vjetësh për i çik. Po janë burgje, po mund të jenë dhe në kohës Italisë dhe mund të jenë. Jo, por cilësi mund të kishin 0 dhe ato që quhen 500 vjet, nuk do të ato amortizuar. Po, janë të amortizuar, nuk janë të standardeve që janë tani, pra që kërkohet për burgjet, po ndërkohë ne kemi burgje. Këto të Burrelit, këto si janë? Sa di unë për shembull këtë të Peqinit kanë ndërtuar italianët, sepse kishin një plan të sillnin të burgosur me parametra që ndërtojnë ata. Dhe një pjesë të burgjeve, por kjo nuk do të thotë që dhe burgjet e reja të sapo ndërtuar nuk janë thyer. Ai Korçë u thye për shembull. U arratisën njerëz nga ai. Gjithsesi, kjo është hiç me problemet që kemi në brenda të burgjet, nëse do të flasim. Dhe nëse kemi problemet kemi kryesore, e kupton?
Se unë kam qenë në intervistën në disa burgje, e 313 këtu, disa islamik kam intervistuar unë aty, Jao Salin në burgun e Burelit, e tjerë, kam qenë, me të në, po, jo në burg, kam qenë për të intervistuar. Po. Ka i problem, Ylli. Ato janë kundërshtuar dhe janë rekomanduar për të mbyllur për dy arsye. Së pari nuk plotësojnë kushtet për të garantuar lirit dhe drejtat themelore të burgosurit, dhe së dyti për çështjet të sigurisë. Së treti ka dhe një pikë të tretë që ka të bëjë me uljen e kapaciteteve deri në përmbushjen e kushteve, se ka dhënë rekomandime shumë avokati i popullit. Një gjë që bjen në sy, për shembull, në burgun e Burrelit dhe në burgun e Kuksit, që janë rekomanduar për të mbyllur, ne nuk kemi patë shkoj asnjë burgosur VIP. Nga këta të politikës edhe të botës krimit. Nuk shkon askush atje. Dhe nuk e qojnë dot. Pra, drejtoria e përgjithshme e burgjeve nuk harton një plan të shpërndarjes burgosur për t'i Të rëndësishmit ku vjen... Këto rrinë në Durrës, atje ku ka frutadeti. Frutadeti Po, atje. Edhe Durrësi këtë i degraduar është. I degraduar është. Përmbytur disa herë. Po në disa ambiente kanë krijuar kushte. Dakor. Në disa ambiente. I kanë krijuar privatisht, nuk ka kushte. I vetmi që ka kushte dhe standardet e kohës është vetëm burgu i Reqit, i cili është ndërtuar ka hinë funksion këto 5 vitet e fundit. Po dhe Peqini deri diku. Po, edhe i Peqinit deri diku. Problemi qëndron që avokati i popullit me të drejtë ka ngritur këtë problem, por a do ketë këll që qeveria shqiptare për të patur se s'ka dhe mundësi për t'i sistemuar këto të burgosur që ndodhen në këto 5 burgje, duhet t'i shpërndash në bërë burgje tjera për një afat caktuar, ose duhet kesh një amnisti shumë të madhe, që të letësësh, është edhe një lojë. Ja, këtu më qëndro. E pra, është edhe një lojë që mund t'jetë e përbashkët. Pregadit avokati... Debatin për masat. Pregadit avokati një raport dhe një rekomandim, e zbato qeveria për të nxjerrë njerëzit nga burgu. Unë e lexoj edhe kështu. Në fakt edhe unë deri diku si zoti Prenç që e lexoj zoti Rakipi, sepse historia e burgjeve të degraduara, sa i përket... Nuk është era e parë që avokati i popullit kërkon mbylljen e këtyre burgjeve, dhe avokatët tjerë populli kanë kërkuar. Atëherë, problemi është që kjo, spari njerë unë nuk është se gëzoj në një respekt për zotrin që është avokati i popullit, për mënyrën se si u zgjodhe dhe për atë puthjen skandaloze që bërin kuvend, kështu që kam... Po të lutem, mund ta mbaroj zoti Prençi, mund ta them në një mendim, faleminderit shumë. Atëherë, duke qenë se nuk gëzoj në një respekt për zotrin fjalë, me thënë drejtën, nuk kam vlerësuar as këtë rekomandimin për mbylljen e këtyre burgjeve. Sepse historia godinave të burgjeve nuk është një histori që lindi sot. Ata burgje kanë qenë prej vitesh në këtë situatë degradimi. Dhe vetëm sot u kujtuan dhe lidhet me 2 momente. Spari sepse ne kemi amnistin e cila ka mbetur pezu, edhe u mendua që mund kishte një numër të konsiderueshëm të paraburgosueshë tjera me radhë, dhe mund kishte një kosto për mazhorancën duke thënë që këta po lirojnë dënuarit dhe normalisht duhet një shkak, dhe së dyti lidhet me atë debatin e madh për masat e sigurisë. Pra, kanë firmosur kaq shumë masa sigurie dhe ka një debat kaq të madh se kanë shkuar ca politikan mrena, sa duhet patjetër ta lidhim dhe me këtë. Por ka një gjë tjetër. Ky debat ka qenë prej vitesh, për të bërë konstruksionin, së pari duhen para, pra duhen shumë para në lojë, sepse janë godinat kushtueshme për arsye të sigurisë. Jo se nuk bëhet një godinë, por ka kritere sigurie për të ndërtuar një burg. Së dyti do duhet bëhet zhvendosja e të paktën gati 2000 të burgosurit që duhet lëvizin në paraburgime apo në burgje të tjera, dhe lëviz komplet mënyra shoqërimit në gjykata e tjera me radhë, kështu që ky rekomandim bajeni mend do mblidhemi këtu edhe pas një viti, edhe pas 2 edhe pas 3, do të jetë e njëjta situatë, por nëse nuk do të kemi politikan të arrestuar, nuk do ketë kaq shumë zhurmë sa ka sot. Unë do isha shumë interesuar për shembull që avokati i popullit në, po them, punën e tij të parë të kishte një presion pozitiv për vendosjen e një minimumi etik në Shqipëri. Nuk e kemi një minimum jetik, edhe sot që flasim, pretendojmë që do të shkojmë, do aderojmë në Europë, nuk e kemi një minimum, dhe raporti parë që bën avokati i popullit është një raport për burgjet, ku në fakt të gjithë avokatët që kanë qenë para këtij avokati i popullit kanë bërë raporte për burgjet dhe kanë nxjerrë thuajse të njëjtat gjetje. Kështu që nuk shoh ndonjë lajm të ri përveç se jo vetëm për sëritje, por edhe për shkak të situatës ku diskutohet shumë edhe për mbipopullimin e burgjeve. Zoti Zhabina, një pyetje. E dini ju që burgu i Shënkollit
është mbyllur para 2 vitesh me rekomandim të avokatit popullit dhe është kthyer në institucion të trajtimit të shëndetit të burgosave të sëmuar pa u bërë zero investim. Pra do të thotë që më shumë u kushtohet rëndësi këtyre të burgosërve që janë grupet strukturar kriminale se të burgosër që janë të smur. Pra një burgosër i smur do kushte më të mira në pikpamje të respektimit lirive dhe drejtave, hapësirave të ambienteve dhe trajtimit shëndetësor. Por i shkojnë dhe i trajtojnë në një burg të degraduar, si pas raportit avokatit popullit. Dhe kjo është një hipokrizia më e madhe e avokatit popullit dhe e drejtorisë përgjithshme të burgëve bashkë me Ministrinë e Drejtësisë. Pastaj përket burgjeve ne kemi problematikat shumëta, kemi problematika me korrupsionin, kemi problematika me futjen e sendeve të paligjshme, kemi problematika për transferimet, sepse ne kemi një të dënuar VIP që sot e ke në njërin burg, nesër i prishin balancat, lëvizin në burgun tjetër, ndërkohë të dënuarit apo të paraburgosurit e thjesht, t'i bien tavanit apo ku di unë kokës për muri, nuk i lëviz njeri. Kështu që unë mendoj duhet të ndalemi më shumë tek ato problematikat tjera, se sta te godinat, se mendoj që godina është e gjitha vullnet politik dhe nuk ka të bëj as me drejtorin, fillon në nivel ministri e lartë. Pastaj, keni parasysh që qeveria ka dashur të marrë dhe të dënuarit e Britanisë së Madhe. Se ka dhe një projekt, kemi një Dënuarit e Britanisë të vinë këtu duhet. Ka një marrëveshje, si ta them unë, e thot marrëveshja këtë gjë. Pra, qindra të burgosur shqiptarë në Britaninë e Madhe duhet vinë këtu. Pra, nga njëra anë thuhet që burgjet janë degraduara, korrupsioni është galopant, problematika të tjera mos ta bëjmë histori roz se nuk dua të futem në atë debat komplet banal. Shkojmë më pas tek pjesa që do marrim edhe ca nga jashtë dhe këtu pastaj flitet për standarde. Kështu që mua më duket e gjitha hipokrizi. Hajde bëjmë zhurmë për një gjë që s'do ndryshoj asgjë. Vetëm kush është i rëndësishëm këtu dhe me mik kalon te burgu i Durrësit. Po pse e vën diskutim ti këtë pjesë tani se është një gjë që s'ka, është pyetje. Ta di popullata se ti dhe unë. Ne flasim për popullatën tani, nuk emrave që është atje. Mjafton të shikosh listën e emrave për ta komandon drejtorin e burgut. Komandon drejtorin e burgut se e blen me lekë në fillim, drejtorin e burgut dhe e komandon ose e mëron po deshe. Dhe mos flasim pastaj se si a i merë një dhomë, e restauron, e pajisi do qefja ti, ajo rihapur gjatë gjithë kohës, bën festa me shokët atje, kërcet kokaina vu, kërcet druri, e rrahin njeri tjetrin, e gjenden 35 thika me një kontrol, e tjera. Janë qerdhe të mirëfillta korrupsioni. Klodi, kur s'do të hapë të temë, se e folin në një televizion tjetër, po themi diçka dhe për këtë. Një miku im më shkruan që një burgosur me bë takim special me gruan është 3.000 euro, me dashnore 7.000, se folet ty që vini shumë dashnore. E shumë shifrat të shtyra. I ka shtuar këtë thua? Jo. Të themun sa shifrat sakta? Të themun sa shifrat sakta? Tani zoti Rakipi, a mund ta them, jo do ta them këtë fjalinë se ka një problem, nuk është se nuk dua ta hap këtë debat. E di cili është debati në këtë histori? A ka një hetim prokuroria për të identifikuar personat përgjegjës që kanë lejuar vajzat caktuara, quaj si të duash eskorta atyre me radhë për tyra atje, sa ata nuk kanë rënë nga qielli, kanë hyrë aty mrena. Ka patur një noter që ka firmosur një kontratë notariale, dhe kontratat notariale nuk janë bërë në emër të bozëve të krimit, janë bërë në emër të dënuarve që mund t'jenë edhe për drejtim jetin në mënyrë të parregullt, dhe ndërkohë atje brenda i ka pritur njëri tjetër. A janë marrë kamerat e sigurisë, kush është polici që i ka shoqëruar, se ka një kontratë notariale në dorë për takimin që do të kryej vajza që do të hyjë atje. Pra unë nuk kam asgjë me ato dhe nuk kam asgjë me të paraburgosurit apo me dënuarit në këtë rast. Në këtë rast e kam me institucionet. Cili drejtor burgu ka lejuar që të hyjnë ata? Se çdo gjë është e monitoruar. Pra nëse dikush ju shkoni nesër dhe shteti do të di veprimet tuaja brenda burgut, pra do shkoni të merrni një intervistë, shteti e di në çfarë ore keni shkuar, kur jeni kontrolluar, sa keni qëndruar, sa ka zgjatur intervista e tjera me radhë. Atëherë, a ka një hetim, pastaj nëse do të bëjmë show mediatik, kaq para, hajde diskutojmë. Ka në një drejtor përgjegjës për këtë çështje, digjët i zotit. Oj, më shkruan njeri i lirë tani që... Po pra, po të pyes tani. 7.000 euro është për dashnorin dhe 3.000 euro për gruan. Ka në një drejtor të arrestuar për këtë çështje? Mund të ma thuash mua? Dhe pastaj hajde diskutojmë. Po çfarë më thua atëherë? Mbaron këtu diskutimi. Ato, po shumë dakord, pra këtu po them, s'ka njëri të arrestuar, s'ka hetim. Po të arrish, të kesh mundësi të emërohesh në një burg, nga këto Se emërimi në një burg ka parat madhe, ka para shumë të madhe dhe unë po të bëj një list të dëgjuar nga një burgosur i liruar para do kohësh, i cili më thot, që të futësh një celular të ta fusë policia brenda, duhet paguash 1.000 euro.
Dhe që ta mbash... Edhe 1.000 celularit 2. Një sekund. Jo, paguash dhe që lere ta se sa bën celularit se mund të bëhe 100 euro. Që ta mbash- Që ta futësh brënda, paguan 1.000 euro. Që ta mbash në muaj, një muaj, brënda, paguan 500 euro. Vazhdojmë. Nëse në një burg ka 500 të dënuar, futja e 500 celularëve bën 500.000 euro. Në muaj. Nëse futen ose në futen në një vit. Okej, 500.000 euro. Por, në çdo muaj, me shifrën 500 euro që është qiraja, bën 250.000 euro. Pra, ato njerëz që vinë nga burgu dhe që shohin aty se ç'a ndodh, thonë drejtori i burgut X, për 3 muaj u bë milioner. Sepse nuk është vetëm leje nga celularët. Celularët janë kryesorët. Pra aty është para shumë e madhe të celularët, të komunikimi. Ka leje për shkull. Ka leje për të dënuar, që shkojnë, që japin leje, që i nxjerrin nga një javë. Këto leje shkojnë nga 500, këto shkojnë nga deri 5.000 euro. Nga një deri për të dalë. Leje për pushime, për festa. Dhe 1.000 euro i do dhe polici i zonës që jep një certifikat, sepse nuk bëhet vetëm aty. Merë lekë dhe polici i zonës atje që merë garanci që kjo nuk do arratiset e tjera. Pra, kjo është një biznes i frikshëm. Shërbimet speciale pastaj për ka mos një zinxhir. folur pastaj për siguri në burgje, e për mos folur për ushqimin në burgje, e për mos folur për ngjarje kriminale që ndodhin në burgje, dhe për mos folur, sepse është do një natë të tërë, për një kod mafioz që kanë këto administrata e burgjeve. Për dikë që filmon një burgosur, nëse filmon në burg, nëse përgjon në burg me celular dhe nxjerr jashtë atë videon që implikon punonjësit e burgut, ai nuk ka për të gjetur më qetësi në çdo burg që të vej. Shkon dhe e masakrojnë administrata e burgjeve për t'i dhënë një mësim të gjithëve që tu është biznes ynë dhe ju s'keni punë. Qartë. Klodi, për këto vajzat që vjen atje paraqiten, këto e duket e kanë, si që vjen në Dubai, vjen edhe në përburgje kam dëgjuar unë. Tani. Por nëse ju ishit i vëmendshëm unë sapo e thash që nuk ka një hetim për të gjithë zyrtarët e burgjeve që kanë lejuar një situatë të tillë. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që përgjegjësia më e madhe është përgjegjësia institucionale. Pastaj nëse doni të vijojmë andej, është një histori që unë mendoj thjesht e banalizojmë. Kështu që mendoj e mbyllim këtu se kam përshtypjen do mblidhemi herë tjetër dhe do ketë çështje më të rëndësishme për të folur me burgje. Dhe mendoj që siguria dhe korrupsioni në burgje duhet na shqetësoj më shumë se gjërat e tjera. Se kemi pasur edhe vrasje në burgje, mos e harroni këtë. Po pra, prej shumë kohësh, nga kora që s'mbahet mend, është futur pistolet dhe është bërë vrasje në burgje para pak vitesh. Edhe në burg Por sigurisht lartë. kjo është shkosh të prapthi. Të futet arma brenda dhe të bëhet vrasje në burg. Nuk ishte ndodhur prej Siç më shpjegon ti mua, njëri që i di nga brenda gjërat, më shpjegon mua, celulari me fut do bë 2.500 euro thot. I shtoka pak ai. Varet nga lloji i burgut, varet nga E majtë 2.000 euro dhe kjo në varësi dënuarve, se ka dhe më shumë. Varet nga lloji varet nga burgu. Një shishe vere 250 euro thot. Po plastike 150. Jo, nuk të jënë. E në tjetër, po mi tërgojë këshu, po nuk të tërgojë emrin këtat, po hajtë. Tani, Këtë herë e fale, herën tjetër është pso i ketë sigurta, thot. Të një shishe verë sa ishte? 250 për këshu shishe, plastike 150. Binte plastike se me ziru... Nuk paraqet rrezikshmëri. Plastike paraqet edhe rrezike. Tani, këto burgjet mund të mbyllen që të ikim edhe kësaj se... Po kalot e tema tjetër, se po të presin të ftuarit e tjerë, zoti Bushati me Rakiti. pres zogajnë, Se edhe janë duke dikin ata. pritur se këta do flasin për ambasadorin që po vjen një ambasadori Amerikës, është ka që general kë. Për të parë vjen iku Mariza, them gjithmonë nga me Mariza Linën, Jurikini. Se me Mariza Linën më kujtohet mua atëre që për plasë i doktori Fort, edhe më kujtohet mirë se me këtë Jurikimi nuk kujtohet. Do dalim ta presim në zoti Ylli, se është general lejtnant ai. Jo, unë nuk dalë me tani për këto gjera, pritje gjera, nuk jam me isha dikure, dita, po tani mosha dita nuk lejojnë. Tani, si thoni këto burgje do mbyllen, po mbyllen burgjet ku do vetë burgosërit?
Kalentet e me radhës së shumë interesante. Nuk mendoj që kam Se nuk do ndodh asgjë. Ta siguroj për s'ka këtë. për- Asgjë s'ka për të ndodhur. Më thënë, ju keni den që asgjë s'ndodh, ë? Jo. Unë jam e bindur për këtë, jo As ide. korrupsion, Do paksohet pak numri. tani do jemi- raportit dëm avokatit popullit. Tani do jemi shumë shkurt, pak minuta. Po Klotida Bushka është paraqitur në SPAK, për çfarë arsye? Dosja Velia i 2. Velia i 2. Po, shumë e Po thjeshtë. çka bërë Klotida Bushka këtu? Tani ideja është që prokuroria e posaçme pasi mbylli pjesën e parë të dosjes për zotin Veliaj dhe 29 pandehur të tjerë, që janë jo vetëm individ, por edhe shoqëri fizike, shoqëri tregtare dhe OJF, veçoi një dosje ku po heton sërish familjar zotit Veliaj dhe aktivitetin e tij. Pra quhet dosja Veliaj 2 ose me fraksion. Dhe në kuadër të atij hetimi, ku në qendër është kompania Google e Arbër Veliajt, vllai të kryetarit të bashkisë, janë pyetur njësër personazh dhe ditën e sotme për afro 2 orë ka dhënë dhe shpjegime ish deputeti e Partisë Socialiste zonja Klotilda Bushka. Duhet kemi parasysh që Klotilda Bushka është e pandehur në dosjen Velia 1 dhe pritet të shpallet pretenca. Është e pandehur në dosjen Velia 1 dhe paraqitet është e pandehur edhe në dosjen Velia 2. Vetëm me një fjali që të kuptojmë. Jo, me disa fjalime. Atëherë, te dosja Velia 1 pretendohet nga ana e SPAK që ajo ka intimiduar njërën nga dëshmitaret duke i kërkuar që të mos dëshmoj kundër Erion Veliajt në SPAK dhe bashkëshortes së tij ajo Lazoca, dhe ndërkohë i kanë hequr telefonin dhe i kanë dhënë një telefon të ri me qëllim që të mos qyre nga ana e SPAK. Dhe për këtë arsye ajo ka akuzën e veprimeve që pengojnë zbarjen e së vërtetës ose pengimi drejtësisë të ndryshe. Dhe pritet të ketë edhe një vendim lidhje me të për fajësi apo pafajësi, këto e vendos gjykata. Ndërkohë që ditën e sotme është pyetur për dosjen Velia i 2, ku është fraksioni që kryeqendra ose pika kryesore ku po heton prokuroria ka të bëj pikërisht me kompaninë Google të Arbër Veliajt. Po duhet kemi parasysh dhe një gjë tjetër, që këto veprime intensive vinë vetëm pak ditë përpara se gjykata e lartë të shqyrtojë rekursin e Erion Veliajt për mas, dhe ndërkohë gjykata kushtetuese të shprehet po për çështjen e Erion Veliajt që gjithashtu ai kërkon shfuqizimin e masës së arrestit në burg. Dhe zoti Veliaj ka ngritur argumentat e veta që janë bërë publike, por ndër të tjera ka vetëm një fjali në ato që pretendon SPAK, dhe këtë do them sepse është një histori e përsëritur. SPAK në një nga fjalit që ka paraqitur në parashtres thot, pavarësisht thot që hetimi është përfunduar e tjera me radhë dhe dosja është në gjykim, ne thot në dosjen Veliaj kemi një bashkëpunëtor të drejtësisë, dhe ky bashkëpunëtor i drejtësisë ekziston risku që të vihet në presion apo të intimidohet në momentin që Erion Veliaj mund të lirohet. Pra kjo është paka shumë gjithçka po ndodh me zotin Veliaj. Pastaj ka dhe proces në administrative në përplasjen me prokurorin e posaçëm Orz Dadoj, që zoti Veliaj pretendon se është emëruar në mënyrë të paligjshme, pra tashmë janë fragmentarizuar dhe ka një sër procesesh. Por dosja Velia i 2 është një çështje e cila po shtrihet mbi gjithë aktivitetin financiar të kompanive të vllajt të vet, dhe po ashtu është duke u parë lidhja mes kompanive të vllajt dhe aktivitetit Erion Veliajt si kryetari i Bashkisë Tiranës. Pra nëse kompanitë e Arbër Veliajt kanë përfituar nga bashkia që drejtohej nga i vllai, apo persona tjerë, se mund dalin persona tjerë të cilët ndoshta ne nuk kemi dhe dieni sepse është një hetim në punë sipër. Në një fjali kemi shkurt fare. Jo, në dosjen një Velia që cilësoi Klodi, ka një moment interesant që përfshin zonjën Bushka, ku njëra nga punojëset e kompanive të Ajola Zozës thot në një moment të caktuar që gjatë ndarjes së parave që këto përfitonin nga projekte të ndryshme, i ka dhënë para kesh edhe deputetes apo edhe familjarëve të saj, bashkëshortit të saj, që ky mund të jetë një rast interesant për të vazhduar më tej për hetimet për akuzat të tjera ndaj zonjës Bushka. Megjithatë duhet parë se deri ku shkon hetimi i prokurorisë. Që ndot të thot njeri më shkruan që është masakruar drejtori i akuz në Shkodër, me qytë pistolete në kokë. Darsula niset urgjent thot. Për Shkodër, po çfarë i bëj Darsula këti? Allah. Të rrihet Bëj prokurorin. në stadium. Kroni miku im. Bëj prokurorin. Po dashi ç'lidhje ka tani? Drejtori i akuz Sepse është të kreu inspektoriateve zoti Rakipi. e kanë rarur Se ka vërtet. përshtypjen nga që Ka vartës e ka vartës. Merr një e ka njoftim, vartës. E kanë rarur vërtet. Ja, e konfirmojmë. Po të konfirmoj se do mbarojmë ne tani, konfirmoj era. Mirë, Sa të Hekteri përshtypjen. ka shkuar në spital, Ka shkuar në spital. drejtori. E kanë Ka kërkuar për mjekim. Po çka bërë kë? Diçka ka bërë se që të bjerë tjetri me qytë pistolete në kokë. Po me pistoleti ka rahu, sigur i ra me mitralos. Mos i ra me mitralos atë. Si ra me kallash, mo? Tani, Çereku të keqes. unë them që
pse mos na ikin këta dy të tjerët, që ky Andi Bushati edhe mund të kryejë një veprim të pa kuptuar. Mirë ta mbyllësh me diplomacinë. Me diplomacinë ta mbyllim, them unë, kishim një gjë tjetër, Klodi, po do ta lëm për javën që vjen. Partia Socialiste në mënyrë shumë të ndershme ka propozuar ndryshime për ligjin për policinë e shtetit. Them të ndershme sepse ka të hiqen konkurset tot, se ajo konkurset janë kot. Është Loja, Është ndershme. Është mënyra gjëja më e ndershme. Është ndershme. Konkurset janë kot dhe emëron. Konkurset janë fiktive. Shiko, për Normal duhet të Se duhet jenë fiktive konkurset. Kjo është çështje tjetër tani. Jo, po nuk e kemi. Jemi të bëjmë asgjë pra. Je i zgjidhur javën tjetër. Ajo, po herën tjetër faktikisht u bën fiktive Ferdinand. U bën komplet fiktive. Konkurset janë Po pra, po pse do të jenë fiktive? Hajde ta diskutojmë asaj. Konkurset janë për gradat. Po more gradën, je jaftë shkërdrejtor. I japin autoritet drejtorit. Gjithë këtë që bëm deri tani e kuptova, po që nisja e dashsulës në Shkodër urgjent dhe jo policia këto gjërat, Bëj prokurorin pra. nuk e kuptova. Po që ka qenë, ai ka qenë prokuror. E ka vartës. Dashi ka qenë. E ka vartës dhe shkoj. Tani, unë them tani që ju falenderoj shumë unë ju, për ndihmën që datë, goxha ndihmuat, veçanërisht zoti Premçit, se këta ka kolegë që jemi gjithmonë këtu e të gjitha, të falenderoj shumë. Edhe bashkë jemi kolegë, se kemi luftuar bashkë. Kemi luftuar në një Në vitet e hershme. Vitet e hershme në një stikam, po përse luftuam vallë këtë, nuk e dim mirë. Nuk e kuptuam. Nuk e kuptuam, derisa është një këngë e mbante mend Ismaili Shket këtë gjë. Tash me shok kena luftue për liri e për atë dhe, Gjersavon e kem kuptue që se armiku ish me ne. Je ka dali tjetër. Mori pushkën, doli malit, Për liri e për atë dhe. nuk u vra, por ra prej kalit. A quhet hero? Jo. Të faleminderit shumë, fare shkurt, fare shkurt, publicitet, shkurtojnë të publicitetin, dhe këthemi të ambasadorë amerikanë të viktu dhe zgjedhjet pas nesër, rizgjedhja e doktorit.